sa është numri i padive, cilat kanë të bëjnë me diskriminimin, jam i bindur që s'keni me mujtë me marrë dhe në tjilë. Vitin e kaluar ne kemi bërë një analizë të punësimit edhe në raport me komunitetit në drejtim përmbushjes kvotës për 10% të punësuar nga komuniteti, por edhe në raport me aftësinë e kufizum, respektimin e standardit ligjor që kërkon çdo i 50 i punësum në institucione publike, private, me qenë person me aftësi të kufizume. Dhe ajo që na ka rezultuar është në plotësimin e kvotës në raport me punësimin e komuniteteve ka një statistikë të administrata shtetërore në një përqindje caktuar, por kur vjen puna te komunitetet e Rama, Ashkalia dhe Egjiptian nuk ka statistika. Edhe na këtë e kemi konsideruar si diçka shqetësuese që duhet më evitu dhe duhet më pas këto statistika. Unë i pash në prezantimin që u dha në dokumentar flitej për 140 punësum, po nuk e di ma janë. 140 janë më shumë, ma janë më pak, nga se të dhënat nga Ministria e Punëve të Brendshme, që ne i kemi siguruar në atë kohë, flet për mungesë të dhënave që është problem. Te punësimi dhe raporti i të drejtave në punësim të personat me aftësi të kufizume, na kemi vrejt që ka pas një tendencë me e plotësu këtë detyrim ligjor dhe në përgjigjet që i kanë marrë nga institucionet del se është punun këtë drejtim, po jo në sektorin privat. E të sektori privat nuk ka pas asnjë statistikë, asnjë dhënë, përveç nëse ka dhënë diçka raporte të shoqërisë civile, për ndryshe të dhëna institucionale ose raporte që vinë nga administrata e shtetit nuk ka. Në raport me përfaqësimin gjinor në punë ka përmirësime të ndjeshme, ka sektor që e kalojnë 50% të punësumve gra, siç është arsimi, mjekësia, janë disa sektor tjerë ku një numër më i madh i të punësumve janë gra, por ajo që kemi vrejt në analizën tonë është sa më i lartë niveli i përgjegjësive dhe detyrave në punë shkon të përfaqësimi grave, kur vim te niveli i lartë drejtues bjan dikon 13 deri në 18% nga 46-50% sa është këtu kur flasim për staf teknik të punësumve. Që do të thotë ka një nën përfaqësim gjinor, ka një tendencë që gratë dhe matutje, edhe pse pozita e gruas në shoqëni ka avancume të madhe, prapë më pasi jo të përshtatshme nga pjesa tjetër për më ushtru funksione detyra me përgjithësi dhe pozita drejtuese. Në përgjithësi mund të them se mungojnë të dhënat për nivelin e diskriminimit në Kosovë dhe kjo është problem. Avokati i popullit ka përgjithësi ligjore në bazë të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi me monitoru me mbikëqyrjen e autoritetet publike se sa po e zbatojnë ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Dhe në raportet që ne kemi publikuar mbi zbatimin e detyrimeve përgjithësive që dalin nga ky ligj, kemi pas shumë problem sepse të gjitha pyetjet që i kemi adresuar te autoritetet publike na kanë ardhur shumica fatkeqësisht na kanë ardhur pa të dhëna. Nuk gjenerojmë të dhëna as gjykatat, as prokuroria, as policia, as administrata. Dhe nëse ti drejtohesh sot gjykatës me një kërkesë, si qytetar, si medium, si gazetar, si shoqëri civile, se sa është numri i padive, cilat kanë të bëjnë me diskriminimin, jam i bindur që s'keni me mujtë me marrë dhe në tillë.